Të rit në vendin ton do të studiojnë sipas sistemit, ku autoritetet planifikohen të ndryshojnë përmes ndryshimeve në 3 ligje. Ligjet pritet të sjellin dhe uljen e programeve studimore, për shkak siç tha ministri Ajanevska, është e pranueshme që në disa prej tyre të ketë nga 2 ose 3 studentë. Në preskonferencën e sotme, ajo deklaroi se për momentin universitetet zbatojnë mbi 1300 programe studimore. Janevska pret që numri i tyre të ulet në mënyrë drastike, me vetëmbyllje ose me fuqinë e ligjit. Do të vendosim modularitetin, për shembull në fakultetin juridik, të gjithë studentët që e kryen marrin diplomën si jurist i diplomuar dhe 2 vitet e para janë të njëjta për të gjithë. Në 2 vite tjera, studentët riorientohen dhe kjo vlen për të gjithë fakultetet. Përforcohen kriteret për progresin në titujt e fakulteteve. Secili që do të aplikoj për tituj docent, profesor i rregullt apo i çrregullt, do të obligohet që deri në zgjedhje të publikojë 6 deri 7 punime shkencore, prej të cilave 3 deri 4 duhet të publikohen në revista me faktor impakti nga bazat e Web of Science ose Scopus. Zašto je ova važno? Pse kjo është e rëndësishme? Statistika botërore thot se për një universitet që të gjendet në mesin e 1000 më të mirëve në listën e Shangajit, duhet që në nivel vjetor të prodhoj dhe publikoj së paku 1200 punime në revista me faktor impakti. Universitetet tona brenda vitit publikojnë 300 deri në 500 punime. Kjo duhet të ndryshohet, natyrisht me periudha adaptimi. Me ligjin për arsimin e lartë parashihen benefite për studentët që me bursa shtetërore studiojnë në 100 universitetet më të mira të botës ose studiojnë në Maqedoninë e Veriut dhe janë fitues të unazës inxhinierike ose janë shpallur si student më të mirë të universitetit. Ata do të kenë përparësi gjatë punësimit në universitetet shtetërore si kuadër mësimdhënës shkencor. Siç u tha, këto ndryshime janë vetëm një pjesë e vogël nga gjithë parashikimet e 3 ligjeve nga fusha e arsimit të lartë, për të cilët tashmë janë përpunuar draft versione që kanë ngjallur dhe reagime në opinion.